me gjithë këto kushtet të vështira që i kemi edhe na kemi arrit me prodhu shumë futbollista. Shumë futbollista dhe sidomos do me thonë prej tokës Kosovës për shembull ka dalë një Vedat Morić, një Edon Zhegrov, një Milot Rashic, Amir Ramani, që këto ka fillu, ka lujt edhe o shku për shembull lunë tash Napoli, është kampion i Italisë, Edon Zhegrova për lypin krejt Evropë. Milot Rashica, Vedat Morić është në klubet që ka qenë lojtari kryesor, ka qenë. Tash është edhe kjo gjenerata e re që po del Delova, Lindone Mërllau, që kanë dalë tash Albion Ramani, Ermal Krasniqi, Rishtazi që kanë dalë pej këtujt. Do me thonë, ne kemi një gjenë për futbol, po të përmirësohen kushtet organizative edhe në për klube, edhe në përgjithësi, po të përmirësohet infrastruktura, unë besoj që do të mrim edhe ma shumë.